Incidenti ndodhi në momentin kur nënkryetari i Partisë Demokratike Shqiptare Valon Bela erdhi para selisë së degës së kësaj partie në Çair dhe vrejti deputetin Bekim Fazliu dhe kryetarin aktual të degës Trim Reka me një grup të vogël simpatizantësh të tyre të tubuar aty me qëllim që të mbajnë konferencë për shtyp. Duhej të përgënjeshtronin pohimet e djeshme të Belës se gëzon për krahjen e kësaj dege dhe Shkupit për dorëheqjen e kryetarit të PD-s Mendu Thaçi. Momenti i incidentit kur Bela godet me shuplak deputetin Bekim Fazliu nuk arriti të filmohet nga kamera e televizionit Alsatma, por momentin e largimit të deputetit Fazliu dhe grupit të tij nga vendngjarja dhe fjalosja që i parapriu largimit u asjellim në vazhdim. Bela më pas ju drejtua edhe kryetarit të degës Trim Reka, i cili duhej të mbaj konferencë për shtyp pikrisht në vendin ku djenën kryetari bëri thirrje Thaçit të dorëhiqet. Mik shpije, ty shkaj të moto. A pas dega më se për ty. O, maga, o idiot, mik shpije, peso kjo. Djenën kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare Valon Bela kërkoi dorëheqjen urgjente të kryetarit Mendu Thaçi, nga se sipas tij prej marrjes së postit drejtues PD-s, partia humbi zgjedhjet lokale, parlamentare dhe presidenciale, si dhe deklarimet e shumta të tij në forumet partijake dhe mediatike se këtë herë po i humbi zgjedhjet, do largohet nga skena politike. Nga PD-sha dje thanë se Valon Bela tani më një kohë të gjatë është përjashtuar nga partia për shkak të qëndrimeve të tij që nuk janë në përputhje me statutin dhe programin partijak.